Vendosni qep pranë krevatit tuaj një natë dhe zbuloni çfarë do të ndodhë. Ekziston një truk i vjetër që nga vitet 1500 se prirja një qepe në katërsh dhe vendosja e saj pranë shtratit do të ndihmojë në lehtësimin e kollës. Shkencëtarët kanë treguar se nëse prisni një qep në feta dhe e vendosni në fund të secilës këmbë dhe vishni çorapet tuaja për të mbajtur gjatë natës, qepa ka fuqinë për të pastruar toksinat përmes këmbëve. Disa betohen edhe për fuqinë e lëngut të qepës për të stimuluar rritjen e flokëve dhe për të forcuar flokët tuaj. I njëjti squfur në qep mundet të ndihmojë gjithashtu të trajtoni djegjet nga dielli. Squfuri në qep nxit gjithashtu prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni është i domosdoshëm për lëkurë rinore dhe të shëndetshme. Do ta shihni në shumë produkte për kujdesin e lëkurës, por ka qenë edhe në kuzhinën tuaj gjatë gjithë kohës. Qepa gjithashtu nxit gjumin, ato përmban një aminoacid të caktuar që vepron si një qetësues natyral.